komunikimit zyrtar, dihen raportet që kanë qenë më herët me Amerikën dhe dihet çfarë janë tash. Në rregull, e përfundoj pjesën e parë. Okej, faleminderit shumë. Zonë, a është përmes që do të morë me çka shqetësim, ka pasur edhe herët raporte të tilla që nuk do të më pa me çka shqetësim. Në fakt, nuk është hera parë që një ambasador amerikan ose një përfaqësuesja e ambasadës amerikane ka përdorur ndoshta gjuhë direkte të drejt për drejt ndaj politikanëve partive politike në Kosovë, mbaj mend Tracy N. Jacobson në 2014, pas një blokade të gjatë të institucioneve të Kosovës që ka qenë mbi 6 muaj, sa mbaj mendun, dhe shumë prishje të proceseve që Kosova veç ishte në atë kohë, del në një deklarat për media dhe në një konferencë dhe thotë që mos e punën, mos e prishni punën, duke ju çu mesazh direkt partive politike dhe politikanëve në Kosovë që t'jenë më të vëmendshëm, t'jenë në rrugën të cilën e ka nisur bashkë me Kosovën. Edhe Hovënieri ka pas shumë shpesh kritika për politikën në Kosovë, duke drejtuar edhe vetëvendosjes, por edhe partive tjera politike. Mendoj që pëzullimi i dialogut strategjik është një alarm i kuq për Kosovën. Ndonë se më herët nuk ka qenë me Amerikën këtë dialog dhe ka ardhur fal Vjosa Osmani, sepse Vjosa Osmani e ka arritë që ta bëj këtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mua më vjen keq që Amerika e pezulloi mu në këtë kohë. Mirë po mendoj që edhe pas deklaratave të zonjës Osmani, që nuk ka të bëj direkt lidhur edhe vetëm me zotin Kurti, se po ja shkalojmë në deklaratat e zonjës Osmani dhe gjuhën brutale që përdori ajo sidomos ndaj mediave dhe morri anë në një farë forme. Pas gjithë aty në deklaratave erdhi edhe pezullimi i dialogut strategjik dhe gjykatës kushtetuese. Erdhi edhe pezullimi i dialogut strategjik. Mirë po, apo i ndihmohet Kurtit në anën tjetër, në shumë gjana po i ndihmohet. Tash i shohim edhe ndihmesën e Amerikës, shitjen e dronëve, themi për amandamentimin për çështjen e Kosovës që të futet në NATO, janë disa veprime të tjera që qytetarët i vënë në konfuzion. Në anën tjetër kemi një gjuhë që po përdoret ndaj Kurtit, po realisht Kurti mirë ka sepse nuk po prishen marrëdhëniet me Amerikën. Është një kritik apo qytetarët sikur po e ndjejnë veten që na kemi ardhur në një pozicion që na mundemi mos me u pajtu me Amerikën. Dhe këto janë mesazhet që po i perceptojnë dhe po i marrin qytetarët. Këto janë diskutimet. Të gjithë thonë jo, na nuk kemi kurrë problemi me Amerikën. Ne e duam Amerikën. Madje ka dalë që në Ballkan Kosova është mbi 95% përkrahase e Amerikës dhe e NATO-s në Kosovë. Përkundër vendeve tjera të Ballkanit, që është në Maqedoni dikon rreth 65% e vendeve tjera. Kështu që a kemi vërtet a nuk kemi problem me Amerikën, sepse zoti Kurti po e transmeton ndryshe, qytetarët edhe po e presin dhe po e marrin ndryshe. Është një frymë që në farë mënyrë po e rrëzon këto që na kemi problem me Amerikën dhe qeveria Kurti ka problem me Amerikën. Mendoj që është alarmi kur thashë një herë pëzullimi i dialogut, mirë po në anën tjetër shihet që ne po qëndrojmë fuqishëm për krah aleatëve tanë. Unë nuk mendoj që zoti Kurti as vetëvendosja dhe as populli i Kosovës, si që tha parimi kryeministri, unë nuk mendoj që unë s'mendoj që janë anti-amerikan. Unë s'kisha shku me thonë ka shlarë që në Kosovë ka anti-amerikan, as politikan, as grupe politike, as parti politike. Është shumë në Kosovë, po është një mesazh i fuqishëm për veprimet e fundit politike. Po nuk mendoj që ka anti-amerikanizëm në Kosovë, unë s'mendoj që ka asë në ndonjë parti politike. Ka veprime që bjen ndesh me vlerat që përfaqëson Amerika dhe që mundu me imponu dhe këtu të na. Ka veprime që bjen ndesh, mirë po... Amerika nuk imponon vlera. I lulëzon vlerat në Kosovë. I lulëzon vlerat. Vlerat që po i lulëzon në Kosovë Amerika. Kemi edhe të kaluar veprime që cilat janë kanë ndoshta antidemokratike dhe që kanë mundur të shkojnë kundër Amerikës dhe politikave të Amerikës dhe asaj se çka ka mbjell Amerika ose çka promovon Amerika në Kosovë dhe në vendet e tjera. Kështu që nuk mendoj që është çaq shumë tensionuese situata, aq shumë sa edhe është paraqit. Sigurisht që thashtë është njerë, është alarmi kosës, nuk përdu me zbe e rëndësinë e pëzullimit të dialogu strategjik. Mirë po,
kemi pa prej 2021-ës, prej 2020-ës, sa në veprimet i ka ndërmarrë qeveria Kurti, sanksione, ajo, kjo, mirë po që nuk është që i ka zbe marrëdhëniet me asnjë shtet, as me shtetet evropiane, po as edhe me shtetet e bashkuara të Amerikës në anën tjetër. Gjithçka që po ndodh nga Bashkimi Evropian. Kemi edhe sanksione që një pjesë të mëdha janë pezullu. Nuk janë më. Ka filluar që të kthehen pak a shumë gjanat në normalitet. Shumë projekte të cilat janë financuar. Po, vjen një goditje nga Amerika, mirë po që po zbehet duke dalë veprimet e tjera. Po, nuk mundemi me mohu faktin që Amerika i shiti dronë dhe bani një marrëveshje me Kosovën. S'mundemi me mohu faktin që sot në të gjitha lajmet ka qenë që kërkohet një amandamentim për futjen e Kosovës në NATO. Kjo është ndihmë drejt për drejt. Tash, nëse neve janë të na uzbe marrëdhëniet me Amerikën, nëse këtu në Kosovë kemi një qeveri anti-amerikane që 4 vjetë gati 5, për shkak se ka pas edhe një pjesë të mandatit zoti Kurti, atëherë është që edhe na duhemi me dalë me ditë specifikisht se çka është ajo që është tamam kundër Amerikës. E përmendi për çështjen e gjykatës kushtetuese dhe sa i përket çështjen me Serbinë, mirë po na kemi një numër të madh qytetarëve që e ka votuar zotin Kurti, kemi një qeveri që thotë nuk po pajtohemi në këto politika, ne i kemi qëndrimet tona dhe po e paraqet që na pak a shumë kemi ardhur në një nivel që më u pajtu se mos mu pajtu me Amerikën. Madje ka pas veprime të cilat janë kundërshtuar nga amerikanët, po kanë pas efekte të mira. Pozitiv, çështja e dënarit në veri të Kosovës. Çështja e dënarit, çështja e targave, pjesa e veriut komplet, masandej u hapen ura të reja, filloi qarkullimi i ri. Nuk është që po e shohim në një regres në Kosovës, nuk po e shohim që nuk po ka një efekt pozitiv. Unë po e marrë, kam fillu edhe one me pa këta në ndoshta një kanë tjetër. A kemi arrit në si Kosovë që t'jemi në një pozit ku dhe debatojmë me partnerët tonë, me aleatët tonë. Jo gjithçka amen. Jo gjithçka me pranë sa vjen. Po jo, se ne kemi edhe çështjen e gjykatës speciale në Hagë, të cila është kërkuar nga aleatët tonë. Sot ka nga partitë opozitare që e kritikojnë mbështetjen e gjykatës speciale nga aleatët tonë. Do thonë, na nuk pas kemi nevojë me ka ndoshta se cilën, po flas këtu me gjuhën e vetëndosës. Në secilin gjam po mundeshim me diskutu. Nëse na mundemi me diskutu edhe me qit në pikpyetje një veprim të aleatëve tonë, a duhet ta qesim edhe në pikpyetje edhe një çështjen e raportit me Serbinë ose mënyrës se si të sillemi me Serbinë. Kështu që mendoj se zoti Kurti më shumë ka probleme me diplomat të caktuar të shteteve të bashkuara të Amerikës, sësa që është anti-amerikan, sësa që ka anti-amerikanizëm. Ne i dim për plasit që i ka pas me Grenellin, po shihet që me administratën, pjesën tjetër të administratës, po shihet që me diplomat tjerë ka raportet mira. A mundime me lexu edhe në këtë formë? Me kanë ka raportet mira? Po flasë më komplet me ambasadën, Amerikanë nuk janë qenë të rejkë për Kosovës. Amerika po fillon mi dhanë mbështetje të Kosovës. Që tash, ndojnë zamën na me diskutu plot elemente të thellësisë dëmtimit prishjeve të raporteve. Po, na s'po flasim në parem që raportet janë më të mira, që gjithçka është të lulëzu. Pra, jena të folë për sa thellë ose çfarë efekte pasoja sjellin çto që dikush po thotë mos pajtime, po kjo është postër, ndëshkime dhe shploka që ajo Kosova. A mbani mend trenin 2014 kur ndinset prej Serbisë dhe veprimet ashtu thonë që asaj kohe që merrshin edhe që ishte ka amerikanë me dalë me reagu brutal nëpër media. Unë mbaj mend reagimet të shumë ambasadorëve për shumë çështje në Kosovë që kanë dalë, kanë pas gjuhë shumë të vrashë dhe shumë brutale në Kosovë. Këndër Kosovë? Në Kosovë. Edhe për reagimin e shumë micës të partive politike dhe vendimeve që u mershin aso kohë. Jo se lidhe me trenin. Shkurja e policisë. S'ka pas reagime kundër Kosovës. Jo, s'ka pas reagime kundër Kosovës, nuk thash. Mbani mend tensionet që janë ngrit shpesh herë prej veprimeve të Kosovës. Për shembull, dërgimia e policisë në Verin 2011 edhe ka pasur shumë pak naci prej Jo, mara e udhëheq për Amerikanëve. Udhëheq për Amerikanëve ka pas partnersi. Unë nuk e di nëse udhëheq ose nuk udhëheq. Momenti Kosova kur e ka vendosur suverenitetin kufitor në veri që në 2011 me aksionin e policisë, atëherë ka pasaj barikada. Të trajtimi barikadave po.
Në mujna me thonë që dhe mbajnë s'ka ka pas marveshje me Amerikanët, ndonë se publikisht jo. Pasatër s'ka pas publikisht. Jo, ka pas, a ditë se ka pas publikisht, sepse policinë e Kosovës për rrath një muj e ka bartë Këfori edhe Uleksi, edhe Dogonën, edhe policinë e Kosovës, paramenone prej 2008-ës, dhe në korekt 2011-ës, në edhe 31, në Jarin dhe Brënjak nuk ka pas heq pika, as kufitore, as policia, as Dogona. Mas aksionet, kër ka ndodhë barikadat, atëherë për shkak që saj kërkesës mos eskalimit, Këfori edhe Uleksi i ka bartë për çdo ditë. Ka 2 herë në ditë, që i bjen 4 herë, cilja, policët edhe doganjerët e Kosovës. Ka pas një ndërhyrje njësi speciale në veri? Mas ndërhyrjes, pastaj bashkëpunimi u konë i plot deri në vendosin e saj. Absolutisht, absolutisht. Veç mos të bojna që sot ka një goditje tamam të Kosovës. Ka goditje, zonë. Ka goditje, është goditje, po ka pas edhe në të kalumën. Ashtë mirë veprimit e Albinit, nuk mendoj që mirë. Goditja është diplomatike. Pa qëtër që kanë qenë diplomatike. Po dhe, nuk është e forma aftjera se shpresoj që kur Kosova s'ka me mri në forma tjera. Jo, s'ka nevoj me bombardu, veç motorek. S'ka nevoj ma shumë. Ajo, po njëjtë është. Po Po, këtë këto, kritikat publike, prej këtë përvojës, është me javë tona diskutohen ne herë jo publikisht. Diskutohen në tavolina, diskutohen në zyre, diskutohet me opozitën, diskutohet me shoqërinë civile, diskutohet me opinion bërësit, diskutohet para se me dalë publikisht me një kritik, me një vendim, me një sankcion, me një pezullim të një procesi. Dhe si e tilë ka ndodhë dhe tash, se u tha ma herët, duhet më ullë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, o me pa ku janë problemet. Problemet, qeveria në detyrë, opozita në detyrë, për thamë edhe opozitës në detyrë, se s'po di që me thonë, e den sepse i kanë diskutu, sepse është OBC para një sankcione, para një goditje, më ullë me diskutu këtë që ato pika. Tash, thelbi këto, në këtë rast, ka qenë, u tha edhe këto, që kjo sulme i papom, në formën i papom institucionalisht, se politikesh është këtë tjetër, ndaj gjykatës kushtetuse. Pra, kur presidentja e vendet, dele dhe thotë, unë i kam këto informacione nga ky institucion për këtë person, për atë, për këtë. Për dërguarja në njësi speciale në verin 2011, se që veç të dërgojnë që ata që në të nga për cilë, ka pas reagime kundër të të bëjsa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëjë u shpre kundër veprimit të njanë shumë të Prishtinës, duke theksuar që çështjet të tilla duhet të zgjidhen përmes dialogut, edhe SBA shpreh zhgënjime për mënyrën e ndërhyrjes, duke kërkuar që Prishtina të koordinohej në atë kohë me partnerën ndërkombëtar NATO dhe EULEX. Shumë që thosh si ka pyet, shumë si ka pyet, thosh si ka pyet, shumë si ka pyet. Rregull ma thëndej, na po flasim që ka pas reagime, na po flasim që ka pas reagime edhe në të kalumen, madje edhe të ashpra, që kena me reagu ashpër për veprimet tona të dëmshme, qeverive tona që janë veprimet të dëmshme. Thelbi reagimeve, unë s'po që na sot po flasim për reagime, para 3 vjetë e kena mujtë me full për reagime, për reagon ambasada amerikane, për reagojnë evropiantë. Sot, e që 2 vjetë, parafësisht 2 vjetë, jemi të full për veprime, për masa, që rrjedhe mështë i kanë kushtu Kosovës në shatikun 700 milion euro prej bashkimit evropian. Po flasim për mas, që kjo është mas, pezullimi e një projekte strategjik, dialogu strategjik, i cili prap se prap, heke këto mosën evropiane që lidhet edhe me financa, prap se prap metet mesazh diplomatik. Po mesazhi diplomatik nuk është vetëm bilateral, nuk është veç Kosovë, SBA. Qatë mesazh, pezullimi e dialogu strategjik, e përkthen edhe maket Slovakia, që s'na nje heq, e që është edhe antare e NATO-s, edhe bashkimit evropian. Mesazh është edhe mos emrimi një ambasadorit tri. E përkthen edhe maket që Rumania. E përkthen edhe maket Sponja. Pra, momentet kur, pra, thjesht edhe aleati jo një madh, e hum një argument të avulin me ta, me Sponjën ashta, me Slovakin, e tash leadershipi, normalisht që i ka detyrat me
liderua, me udhëheq shtetin, me marrë vendime që në momente caktuar duken edhe pak çuditshme. Po mbi të gjitha e ka për obligim mas me lëndu Kosovën në asnjë vend tjetër. Ndoshta, unë për thamë parimisht, ndoshta me një pikë diskutimit, ky kryeministri slovak që është NATO NBA, por shumë i afërt me Putinin, mënët me thonë Shtetet Bashkuara të Amerikës po ashtu, që kjo bebja juj, as juve s'pjongan. Edhe ju pipezulloni raportet, e tash për na lypni na me njofta. Apo kupton? Pra për japim një argument shtesë. Ama Slovakia nuk ka njoft as kur ka pas marrëdhënie të mirë me SBA-n. Po tash kjo nuk fort të rënë marrëdhënia jonë bilaterale në njohje të Slovakisë. E mora çfarë tash po foli parimisht se s'po tham se kjo tavolina e ul me fol pikërisht për çato. Po për shembull na ka dështuar në Interpol edhe kur i kanë pas marrëdhënie të mirë me SBA-n. Absolutisht, edhe se kena shku pa koordinim me SBA-n. Edhe na kena pas dështime. Kosova ka pas dështime, Japonia, Polonia s'kan votuar në. Absolutisht, po pse kena shku pa koordinim me SBA-n? UNESCO. Në UNESCO nuk ka votuar Polonia dhe Japonia. Nuk ka votuar nuk ka marrë pjesë as Shqipëria dhe Maqedonia, që kanë qenë përfaqësues. Ka qenë ministri i jashtëm, ka qenë shqiptar në Maqedoni dhe s'kan me votu për Kosovën. Absolutisht. Po e vërteta po ashtu është, na duhet me po që faktorizohet Kosova në këtë që të rrethon. A është ma mirë mu faktorizu në që përdojmë me koordinim, pa koordinim. Me koordinim, a pa koordinim. Pa koordinim edhe s'mundesh me faktorizu? Po, nështë ta mundesh me qitë fajta komplia, dhe në para aktit krymë dishka. Po veç më zharani dishka, nëse në situatat caktume, kur ka pas shqetësime serioze të sigurisë, vlen ajo fjalia Kosova po do me luftu dhe në ushtarin e fundit Amerikan. Po do me luftu, po dhe në Amerikanin e fundit. Domthon, për shkak të saj, ka pas situatat caktume ku edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dhënë mesazhe të qarta, kanë thënë po i rrezikon trupat tonë. Po. Ajo mas ne është edhe më serioze se situatë. Shëvan, Kosovë gjithmonë e kritikon cënimin e demokracisë dhe sigurisë të Kosovës. Qoftë me partitë e kaluara, qoftë me qeverinë e tashme. Po, me qeverinë e tashme ka një gjuhë halama përpara për shkak të veprimeve më të dëmshme. Ka edhe mosa. Pra veprime tash. Po dhe, përpos gjuhës ka edhe veprime. Për shkak të rrezikimit më të thellë që po e bën kjo qeveria aktuale. Po pra. Po, ai shkon mirë dhe me diskutuar pse ka ardhur nëse kisha mujt me lënd, për shembull ti ke pas reagime të shumta më herët edhe për mos zbatimin e vendimit kushtetues për tokat e manastirit të Deçanit atje. Tankon ka reaguar BE-ja, ka reaguar Amerika, po megjithatë është gjetë një farë komunikimi mas reagimit. Problemi kurtit është që nuk po e gjenë, ose nuk po dënë me gjetë mënyrën e përmirësimit të raporteve pas reagimit Amerikan. Tash, a është problemi ti që ka zero sukses në pjesën jashtë veriut Kosovës, në sytë e elektoratit ti, që veriut trajtohet si sukses, edhe lojnat e tina që shkojnë deri ato, sot që me Alban Krasniqin e me Sami Kurteshin, ban lojna, ban filma atje për me përjashtu listën sërbe, e ja këthen PZAP-ja mas 2 dite, e quhet Samia me atë Albanin, i linqojnë gjështarët e PZAP-it atje, dhe më thonë, përpiqet me e shfrydzu, me kapitalizu për vot, deri në maksimum për shkak që i mungojnë votat në suksese ekonomike. Për shembull, tash, nuk mund është listën sërbe me shfrydzu edhe për zgjedhje lokale. Në zgjedhje lokale ti dosh me shku edhe me tregu për qytetin tanë, Mitrovicën, Podojevën, Lipjanin, çka synon edhe çfarë projekte ki. Unë vetë kam dëgjuar Donika Gërvallën dhe kena vënë fitoria në Mitrovicë të Jugut, sepse ndërpriten sukseset që i kena shënuar në veri. Domethënë, organizimi komunal dhe sukseset komunë të Mitrovicës të Jugut nuk lidhen me një sukses politik e policor në pjesën veriore, sepse edhe nëse fiton Fatën Peci, edhe nëse fiton Arjan Tahiri, ato është njëjtë niveli qendror e ka drejtën e ndërhyrjes. Ata i ndërtuan 2 ura sa ke kryetar Bedri Hamza, dhe nuk ke Bedri Hamza që mundet me jam ndalu atë sukses në thonjza të tyne. Edhe tash që kjo formë e operimit me aleate e Kurtit, që në takime e në biseda nuk i merr parasysh reagimet, sinjalet e tyne që mos me abuzu deri në këtë pikë, që kjo që në
një situatë që raportet janë vështirë të përmirësueshme. Për shkak që Kurti e ka vetëm mundësi të përfitimeve të vota tensionimin e situatës. Për shembull, edhe çka ban e sulmon listën serbe, edhe na kretë dim që vetëvendosja nuk i ka raportet shumë të këqija me listën serbe, se këto na ka dëshmuar Mimoza Kosare me bisedat që ka pas me Radojčićin e me Simićin. Edhe Amerikanë nuk janë vetëm të njerëz në Kosovë që nuk po e di kanë bisedën e Mimozës me Radojčićin, e na kretë këtu në studio po e dim që ka bisedu Mimoza, edhe normalisht ata dalin në konkludimin që këta njerëz janë manipulant. Me këta njerëz e ki vështirë me komuniku pa shku deri në mosën ekstreme të pezullimit raporteve. Se normalisht, ambasadë amerikane ka reagu edhe Isa Mustafës. Po Isa Mustafa ka qenë tjetër profil politikone dhe në momentin kur janë shku në zyre, e kanë gjetë një gjuhë të përbashkët. Këta kur të shkojnë të Kurti, i manipulan, na i zyrtari oltë ato, i ranë, edhe mas 2 javë, i dohet pak për zgjedhje, shtinë sa me Kurteshin, dhe më thonë kë komunikon, dhe më thonë, edhe pse është javë tensione në raportet me SBA-n, kjo ka të rëndësishme me folën sa me Kurteshin, me boni uzbun, se na dohet për do votë. Kur jemi të raportet zona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, realisht raportet me SBA-n kishin pas ekzistuar më të, madje edhe ne nuk e kemi ditur, u përmend edhe në se po duam të dalë të një temë tjetër, më pas kemi kaluar të fushata mirë, po duam të kalu të dëshmia James Robin në Hagë. Pra, u pas që ne jo vetëm gjatë luftës, po edhe para luftës, madje që përmeni komunikimin që Ramos Haradinaj ka pas me të amerikane, pra këto raporte kanë ekzistuar edhe më të madje edhe atëherë kur ne nuk kemi besuar se ekzistojnë këto raporte. Këto raporte i shfaqi dhe i dëshmoj James Robin në një dëshmi që dha në Hagë në mbrojtje të Hashim Thaçit dhe të tjerëve. Besoj ke pa dëshminë e James Robinit. Po, patjetër. Në fakt, sigurisht që çlirimi dhe ndërhyrja e NATO-s dhe Amerikës nuk ishte ardhur pa pas raporte me Amerikën. Këto raporte sigurisht i ka forcuar, i ka sjell fillimisht Ibrahim Rugova, pastaj edhe të tjerë që përmeni James Robin. Mirë po, nëse kthehemi te dëshmia e James Robinit, mendoj që dëshmia e James Robinit është dashur që të mbetej vetëm në Hagë dhe të mos dilte shumë jashtë zyreve apo të Hagës dhe të mos transmetohej shumë nëpër media në rrjete kudo sociale. Mendoj që dëshmia e James Robinit i bani favor 2 njerëzve. Njërit Hashim Thaçit në Hagë që të ndihmojë që të çlirohet nga akuzat dhe që të mos ekzistojë akuza ndërmarrje përbashkët kriminale, që gjë është shumë e mirë, është lajm i mirë për krerët e luftës që janë Hashim Thaçi dhe të tjerët që janë në Hagë. Mirë po i ndihmoi shumë edhe Albin Kurtit në Kosovë, duke e ngritë dhe forcu gjithmonë atë mendimin e qytetarëve se në këto Hashim Thaçi nuk është që ka qenë udhëheci apo pjesëtar i luftës dhe nuk ka qenë ai luftari i madh, sepse ai gjithmonë barën dhe të gjitha ja u la komandantëve në terren të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ajo fryma u kthy gjithmonë barën dhe fuqinë vendosin mbi Adem Demaçin që linja e tij është edhe Albin Kurti, sepse Adem Demaçi ka vdek nuk është këtu, mirë po ai ka zëdhënësin e tij, vartësin e tij e ka Albin Kurtin, kështu që kjo deklaratë konsideroj që ja dha një shtytje të madhe Albin Kurtit këtu në Kosovë, ku të gjithë qytetarët dhe gjitha fryma u kthy në një e kemi ditë. Dhe po kthehemi te ai që na ka tregu gjithmonë dhe ai që duhet me udhëheq me këtë vend, që është Albin Kurtit. Po. Ke komë zbuluar. Veç në fund filmit që zbuluat që kush është kryesori, ke komë zbuluar mas. Janë do filma që unë e pash që për krahas të zotit Thaçi, për pash gazetar, pash njerëz bashkëluftar, kushdo që ka punuar me to, tu thonë që kjo është e vërteta. Dhe këtu u shfaq një e vërtetë tjetër nga sa ajo që kemi besu dhe na u ka transmetuar për 20 vjet. Po veç nuk e di cila e vërtet ka me dalë në fond.